Seria B në Itali po sheh një luftë të mirëfillt me sulmuesi shqiptar, të cilët e kanë nisur me vrull sezonin duke tundur me rregullsi rrjetën. Ata që kanë rënë më shumë në sy të opinionit janë padyshim vëllezërit Shpendi, por një tjetër që po shkëlqen në startin e edicionit është Silvio Mercaj. Sulmuesi i skuadrës së Sud Tirolit e ka nisur si titullar sezonin e ri dhe sot ka arritur në kuotën e 4 goleve të shënuar, po aq sa kanë shënuar binjakët Shpendi me skuadrat përkatëse. Në ndeshjen në transfert ndaj Padovës, ku Mercaj ishte titullar për krahmbrojtësit e kombëtares Frederik Veseli, sulmuesi la shenjën e tij me një goditje të saktë me kokë që mposhti portierin kundërshtar kur regjistroi minuta e 43 të ndeshjes për t'i dhënë avantazhin ekipit. Mercaj është në sezonin e tij të tretë te Sud Tiroli, skuadrës së cilës ju bashkua pasi shpërtheu në radhët e Entelës në Serin C. Në atë periudhë, sulmuesin e kërkoi edhe Partizani në Superiore, por futbollisti refuzoi dhe më pas ju bashkua klubit të Seris B në Itali.